Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ruajtja nga harami. Allahu I Madhërisëm thot: "Thuaj, e jeni t'ju lexoj atë që me të vërtetë ju ndaloi Zoti juaj, të mos I shoqëroni atij asnjë send, të silleni mirë me prindrit, të mos I mbytni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne ju ushqejmë ju dhe ata. Të mos u afroheni mëkateve të hapta apo të fshehta, mos e mbytni njeriu, sepse mbytjen e tij e ndaloi Zoti I Madhërisëm. Përpos kur është me vend, këto janë porositë e tij, kështu që të mendoni thellë." Surja Nam, ajeti 151. Allahu nuk I don zullumçare, andaj ta ruash një jetë të njeriu është si të ruash jetën e krejt njerëzimit. Imani shfaqet në dy mënyra, përmes kryerjes së obligimeve dhe përmes largimit nga e ndaluara. Muslimani patjetër të ketë kujdes që të mos bjerë në zemërimin e Allahut xhalla shanuhu, që të mos I të I kaloj kufit të cilët I ka vënë ai, ose t'i thyë ndalesat të cilat I solli ai. Andaj qëndron larg të gjitha ndalesave. Gjërat e ndaluara rrezikojnë njerëzimin dhe e shkatrojnë atë gradualisht. Këtë e kanë vërtetuar shumë të vërteta dhe fakte shkencore dhe jetësore. Besimtari është I vetëdijshëm se prej asaj që ka ndaluar Zoti s'ka kurfar dobije, gjë të cilën shkenca dhe arsyeja e vërtetojnë kategorikisht. Largimi prej haramit është shenjë e madhërisë dhe e dinjitetit të personalitetit njerëzor. Ai që nuk ruhet nga ajo që e ka ndaluar Zoti, lehtë ka përcen çdo shtrëngim, largohet prej obligimeve dhe e tradhton atë që I besohet. Allahu dëshiron t'ju pranojë pendimin e ata që ndjekin dëshirat e epsheve, dëshirojnë që t'ju shmangeni dhe ju pra t'i shmangeni në tërësi nga rruga e drejtë. Prandaj besimtari lutet 5 kohë namaz, ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë, na ruaj nga haramet, nga gjunahet, nga mëkatet, na bëj që të bëjmë vepra të mira ditën dhe natën, të ushqejmë jetimin, të varfrin, bonjakun, të ndihmojmë njerëzve të sëmur, të ndihmojmë nxënësve, studentëve në shkollim, edukim, në pajisje me libra, në zhvillimin e vendit me kulturë, edukim. Dhe kjo është prej mirësive të Allahut dhe të ruhemi fjalëve të pista, po të flasim fjalë të arta, të bukura, të mësojmë edhe fëmijët tanë, të flasim fjalë uruse, fjalë bekuse dhe fjalë të cilat janë xhevahir të çmuar, të cilat fjalë I nxjerrim nga Kurani famlar.